Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Allahun e falenderojmë, paqja dhe mëshira Allahu qoftë i krijesëm të dashur të Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën të sinqert në fjalët tona, në veprat tona, në thirrjen tonë. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jemi për atyre të cilët e duam njëri tjetrin për hir të Allahut, dhe me këtë dashuri që e kemi për hir të Allahut, me këtë vepër që vëllazërohemi për hir të Allahut, Allahu të na ngrit në ditën e gjykimit në gradat të larta, ku edhe pejgamberët do të lakmojnë, edhe shahidët do të lakmojnë për gradën e atyre të cilët janë shoqëruar, janë vizituar, janë dashur për hir të Allahut. Gjithashtu Allahun e lutim që Allahu të na bashkon në Xhennetul Firdaus me pejgamberët, me shahidët, me dietarët, me siddiqunët, të sinqertit, besimtarët e mirë, ashtu siç na ka bashkuar në këtë mektep. Të nderuar vëllezër, thot i dërguari Allahut: "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna." Kush merr rrugën për të kërkuar dituri, Allahu ja lehtëson rrugën për në xhenet. Pra, rruga e diturisë është rruga e xhenetit, sepse e mëson halalin, e mëson haramin. Allahu azza wa jall e shlon rahmetin, e shlon mirësinë, e shlon qetësinë, e lëshon hidajetin. Allahu të udhëzon. Nëse bën një vepër të Allahut, ka ardhur në mësu dinin, pra është për shkaqeve që Allahu t'i forcon kamat. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allahu i forcon besimtarët me një fjalë të fortë në dunja dhe në ahiret. E ka në forcon Allahu, ai i cili merr rrugën e diturisë, ai që mëson, ai që lexon, asnjëherë nuk mund të devijon. E shkaku një prej shkaqeve të devijimit pas udhëzimit është mos prezenca në vendet e ilmit. Sepse shikoj sa të mira shpesh e përdorim, Allahu e shlon pra qetësinë në zemrat e besimtarëve. Allahu lëshon rahmetin, mëshirën, i mëshiron ata. Allahu i përmend tek ajat. Allahu i përmend, më thon tek melekët i përmend ata. Pastaj në fund thuhet: "Qumu maghfurun lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat." Çoni se Allahu juve ka fal mëkatet. Rituni. Punë tek këqija ju kanë shndruar të mira. Punë e këqija ju kanë shndruar të mira. Pastaj thotë o Zot, njëri melekët thënë, njëri ka ardhur rastisht, ka ardhur atë, nuk ka ardhur për me ngut ders ligjë. Ka qelluar thon. Ka ardhur në sen tjetër. Allahu ju thot melekëve ju thot: "Dëshmoni se unë thot ja thot kështu në para sa është kjo dëshmoni thot: "Humul qawmu la yashqa bihim jalisum." Ata një popull kush ulet me ata asnjëherë s'ka me humb. Kush ulet me ata asnjëherë s'ka me humb. Gjatë dialogut me melekët dhe Allahut, Allahu ju thot në fund: dëshmoni se domethën aty ja kum falat. Allah thot se kanë pa, se kanë pa xhenemin, por thot kanë dëgjuar për xhenetin, për xhenemin, për Allahun, thot dëshmoni se unë thot aty thot ja kum falat. Ata kanë më pa mua në xhenet. Lutim Allahun ato që të kënaqemi duke shikuar fytyrën e Allahut në xhenet. Dhe të ndëruar, pra vazhdojmë me el-fiqhu al-maysar fi daw al-kitab wa sunnah. Fiqhu i lehtësuar në dritën e librit dhe pra Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kemi rritë me meselja e sa persona, wa alaikum salam wa rahmatullah, konsiderohen xhamat. Sa persona konsiderohet xhamat për ta fituar shpërblimin e 27 deregjeve. Me shku në xhami
shpërblime ekstra ka, kemi përbet, hapa që bëjnë xhami, plus e përmendëm hadithin se Allahu gëzohet për robën e tij kur shkon në xhami, sigur se që gëzohen familjarët kur vjen gurbeçari prej gurbetit, çashtu do të thonë, gëzohet Allahu kur dikush shkon në xhami. Mirë po, nëse se ka obligim me shku në xhami, sa persona do të jenë që të konsiderohen xhamat, pra thot aqallu al-jamaa ithnani bila khilaf. Pra 2 persona janë xhamat, në këtë meselë s'ka khilaf të dietarë, s'ka mosmarrëveshje të dietarët, tek dietarët. Li qawli sallallahu alaihi wasallam li Malik ibn al-Huwairith. Pejgamberi sa më ka thonë Malik ibn al-Huwairith, idha hadarat as-salatu fa'adhina. Kur vjen koha e namazit, adhina, thirrni ezanin. Unë shpesh e shoh, ase e kena ni ezanin. Ti e keni, ama si e përgjigj ezanit. Prandaj që më thonë, edhe pse sunet është aftan me thënë, mirë po teksti si ka ardhur, adhina, thirrni ezanin. Prandaj edhe nëse është sunet, pse mos më thirr ezanin. Thumma aqima, pastaj thirrni kametin wal ummukuma akbarukuma, dhe të dalë imam njëri që është më i madh prej juve diva. Po dy veta janë xhamat, hadithi është muttafaqun alej. A mirë po për xhumo ka khilaf. Sa veta e falin xhumon? Këto me dhebët imam Hanbelia thot imam 40 veta, edhe Shafia 40. Tjerë thënë 3, Sheikh Albani bin Baz thënë është më saktë 3, me 3 veta falë xhumon. Bismillah. Mirë po me kusht që domethënë me kanun, janë disa kushte për me falë xhumon, me thon hudbën, me thonën njëri me thonë pe 3 njëri me thon hudbën, njëri me thon më bë imam, edhe dy tjerë për shkak me nguart. Pra kjo është sa përket xhumos, sa veta mund ta falin xhumonat. Edhe pse ka, më thonë, khilaf, disa djetarë thënë se do të me konë 40 veta për me konë, më thonë, xhamatu në falën namazin e xhumos. Meselja tjetër, lezër, me çka arrihet, dhe më thonë, xhamati. Kur e arrin xhamatin edhe kur e arrin rekatin. Rekati arrihet kur e zën imamin në ruku. Rekati, më thonë, arrihet kur e zën imamin në ruku, dhe para se me thonë semi Allahu liman hamid, me thonë njëherë subhana rabbiyal azim. Kjo është një prej mendimeve dietarëve. Disa thonë nëse e zë imamin në ruku. Dhe imami para se me thonë semi Allahu liman ti e qetson ruku. Qetson ruku, edhe ti ke filluar me thonën subhana, ke filluar me thonë ti e ke zonën rekatin. Por më e sigurt është njëherë s'paku me thonë subhana rabbiyal azim. Pra, nëse e zë imamin në ruku, e ke zonë rekatin. A kur e zë gjematin e zë dhe me thonën, edhe nëse je në fund të namazit. Po në të jakë, nëse është imami, e ke zonë gjematin. Pra shpërblimin e ke shpërblimin e gjematin. Mirë po ka edhe hadithe që, edhe nëse ka zonë imami pra selam, edhe ti ke shku me njetë me fol namazin me gjemat, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse shkon në xhami dhe e gjen xhamatin e ka mbaruar namazin, ka dhënë selam, shpërblimin e ke sikurse me pas fal me xhamat. A kuptot? Këtu është shpërblimi. Shpërblimin e ke sikurse me pas fal me xhamat. A nëse e zën në fund pra dhe në tejat, e ke domethënë edhe namazin me xhamat edhe shpërblimin. E kemi shpjeguar shpesh dallimin çka është me shpërblimit, domethënë sigurisht se disa shembull pejgamberi se ka thonë me ai që e falën domethënë namazin e fal sabahin edhe bën dhikr deri në kur del dielli sa në shtiz, edhe i fal 2 rekate, ka thonë shpërblimi është sikurse me bëni hax të plot, edhe një umre të plot. Tani ka thonë. Këtu e ka shpërblimin. Mirë po se ka kry haxhin, apo. A kuptot? E ka shpërblimin. Edhe pse ke hadithi
Disa dietarë e bëjnë hasan, disa thonë se ka dobësi këtë hadith. Mirë po e kam qëllimin se në këtë rast pejgamberi alayhis salam ka thënë se shpërblimin e ka të haxhit, ama se ka haxhit. Edhe ky personi që ka shkon në xhami, e zë namazin për xhamati ka dhënë selam, e ka shpërblimin e xhamatit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Ebu Davudi për Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, Sheikh Albani thotë se hadithi është sahih. Idha jitum ila salati, kur të vini namaz, wa nahnu sujud, dhe na gjeni neve në sejdë, ka thënë, fasjudu, bëni sejdë aftën edhe ju. Dikush e ka bërë, nuk bën, dush sa çashtu si zen imam, çashtu dikush e pret të shohut, jo. Falë, e ke shpërblimin tek Allah, se ke zonën rekatin, shpërblesh tek Allah. Fasjudu, çe pejgamberi thotë, bëni sejdë, bashkë me ne, anë pse më sejdë ne. Bëni sejdë. Wala ta'udduha shay'an, dhe mos e konsideroni asgjë. Po e ka qëllimin mos e konsideroni rekat, se keni zonë rekatin. Wa man adraka rak'atan faqad adraka as-salah, e kush e ka zonë një rekat, vetëm se e ka zonë namazin, pra vetëm se e ka zonë rekatin. Kush e zer imamin në rekat, vetëm se e ka zonë rekatin, edhe e ka zonë namazin. A është e qartë? Mesela tjetër vëllezër. Kush do më thonë arsyetohet, që mos të prezanton në xhami. Apo kemi thonë tre mendime për namazin me xhamat, a është vajib, a është sunet. Ibn Taymija kemi përmend se ka thonë se është rukn, shtyllë e namazit. Ai që e ndëgjon ezanin, edhe ka xhamin afër, edhe nuk shkon në namaz, thot Ibn Taymija, do më thonë të shtëpia, më thonë mos ta falë se s'ka namaz. E ki rukn, do më thonë me shku me fal. Do më parë si nëse fal më thonë namaz xhami, është rukn, më thonë s'ki namaz. Mendim më i saktë është edhe pse xhumhuri shumica thënë se është sunet muakkede me shku në xhamia, por sipas argumenteve është vajib. Argumenteve më të forta kemi përmend se është vajib me dalë në xhami, për argumenteve është namazi e kemi përmend namazi i frikës, sa. Allahu Azza wa Jall e ka pru ajetin në Kur'an dhe ka obliguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta falë namazin e frikës, edhe në domethënë duke qenë luftë, është i obligueshëm me fal me xhamat. Është një lloj, inshallah që kam ardhur te tema kur ta përmendem për si falet namazi i frikës, kena përmendur se si është një metodë. Edhe ai çori që ka ardhur i verbër Allahu në këtu mi ka thonë, sa ka thonë, a ka lehtësim për mua për me fal namaz të shtëpia? Ka thonë, a dëgjon e zonë? Ka thonë po. Ka thonë, përgjigjo. E kush se ka obligim me fal me shku në xhami? Kush se ka obligim? I pari është elmeriu, i smuri, i cili ka vështirësi me shku në xhami. Jo është smurje, për shkak pak dem ka pak, edhe më thonë jo është smurje, po ki vështirësi. Argumentet fjala Allahut, lejse ala al-ama harajun, wala ala al-araj harajun, wala ala al-marid haraj. Nuk është për të verbur mëkat apo më thonë gjuna, as për të më thonë që është ai që çalon, që është edhe ai që është i smut, nuk është më thonë mëkat që mos me dalë aftën xhamia. Walionu sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, muru Eba Bekrin felyusalli binas. Pejgamberi sa para dekës ishte i smur. Edhe më ke më uçu kështu në më ul, ama nuk më ke me dalë në xhami, edhe urdhnoi që ta fale, që Ebu Bekri thotë ka thonë, urdhnone Ebu Bekrin që ta fale namazin ato. Se koni smut ka pas muslimë edhe pse ka pas afër, do të thonë në mihrabin, pejgamberi sa shaq se koni smut. Pra smutja është arsye vëllazër, mos me dal në xhami. Sahabët ka thonë Ibn Mas'udi, wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Sigur ta kishi po thot neve thot. Sahabët, asnjëri thot prej neve nuk mungojke në namaz, namazin me xhamat. Kur ish pyetën, më thon xhamia, kret kemi qenë prezant, illa munafikun. Përveç se një munafik, ka alime nifaqu, çka dihet munafiku i tij. Vetëm munafika thot nuk prezantoheshin. Au merid ose ndonjë prej neve që ishte i smut. Ose i smur. Pra kjo hadith është muslim. Madje e përbendëm herën e kaluar se edhe smut kur janë sahabët,
për dëshirës së madhe, duke ja ditë vlerën se çfarë sevapi ka me fal namazin në xhami, si ka thënë pejgamberi sa sikur ta dini vlerën e namazit me xhamat, në xhami do të kishë shkuar zvar. Zhagras, kishë shkuar vetëm ta falin namazin me xhamat. E sahabët duke ja ditë vlerën ka thonë, jam i smut sot, a ka mundsi di veta, sikur se më thonë shash për shembull, me ardhi di prej vllaznia muslimane, me marrë të shtëpia se unë smuj me hesa, e kanë kap dy veta, e kanë çon xhamia, ashtu ne komod i smut me temperaturë me etha, vetëm do në xhami për ta fal namazin me xhamat. Pra el merit, ai që është i smut, më thonë, nuk e ka obligim me dalën në xhami. Edhe ka shpërblimin njësoj sikur se me dalë në xhami, nëse ke fal namazet në xhami, nëse ke fal namaz në xhami, Allahu i thotë melekëve shkruani shpërblimin sigur se me pas dal në xhami. E dyta është el mudafi ahad al akhbathain, ai që ka shtrëngim në domethënë në bark, edhe domethënë shtrëngohet për nevojën e madhe dhe urinën, pra duhet më së domethënë me marr abdes, mu liroj pastaj me shkuën në xhami. Apo ai i cili e ka prezent ushqimin, duke u bazu në hadithin e Aishës radhiyallahu anhu, la salate bi hadrati at-ta'am. Nuk ka namaz kur është prezent ushqimi, wala wa huwa yudafi al-akhbathain, edhe do të thonë nuk ka namaz ai i cili shtrëngohet, ka shtrëngim do të thonë për të kryer nevojën ata. Hadithi është rawahu Muslim. E për ushqimin vëllezër kanë thonë pra dietarët, nëse i je shumë i ont, i punë themin e thotë këtë, nëse i je shumë i ont, atëherë kur thirr ezani, e ka thonë pejgamberi alayhis salam, nëse ushqimi është prezent, edhe ka thirr yatsia, thotë filloni me ushqimin, pastaj me yatsin. Nëse je shumë i ont, edhe ka mundësi që me të hik mendja, edhe atëherë do të marr haj ushqimin, edhe nëse të hik namazet. Ha ushqim. A nëse je, më thonë nuk je shumë i ont, pak i ont. Edhe e shef se domethënë nuk ndikon. Mos e umre si thonë, dush me shku në xhami edhe pse është prezent ushqimi. E ka disa persona subhanallahu e kurdisin ushqimin tamam para se me filezon e thoj shoz, edhe bëjmë gati atë ushqimin, sa ta ke marrësia atë që më dhan xhami subhanallahu. Allah e na udhëzoft. E treta vëzër është ai i cili më thon ka humb diçka edhe pret se ka mundësi me gjetë ata thon. Ose ka frikë se pasuria ka mundësi mi u huba thon. Ose ka mundësi mi hub ushqimi apo mund me ndodh diçka tani dam ose frikët prej kafshëve prej friksohet dhe kjo është arsyeja atë mos më shkon xhami duke u bazuar në fjalën e pejgamberit alayhis salam men sami'a nida falam yamna'hu min ittiba' udhur lam yaqbalu Allah min salat allati salla kush e dëgjon ezanin më thon edhe ai thot nuk ka arsye mos me dal xhami Allahu zel xhami Allahu nuk ja pranon atij namazin. Kjo hadith është për informat është dhaif ata. Mirë po, ka thonë sahabët çka është udhër, ka thonë al-khawf wal-marad frika edhe sëmundja. Mirë po hadithi çka është hasan. Thot men sami'a nida kemi përmendat, masi ka përmend që dietare edhe unë thash dhe sa për informat hadithi është dhaif i dopt. Mirë po hadithi më i saktë është men sami'a nida falam yatihi fala salata illa min udhur. Kush e dëgjon ezanin edhe nuk shkon, nuk i përgjigjet ezanit, nuk ka namaz përveç se me arsye. Qalu wa mal udhur ya Rasulullah, fa çka është arsyeja? El khawf wal marad. Frika edhe sëmundja. I ka përmendur në këtë hadith, frikën e sëmundja. Kjo është hadith është hasan. Frika apo friksohesh me dal, apo friksohesh, ka mundësi për shembull, ka edhe kjo është frikë, për shembull e keni fëmijë të vogël se ke shoqët e shtëpia. Edhe friksohesh se fëmia mund të bëjë një shër apo se në shtëpia vet. Atëherë edhe kjo e ka përmend dietar si arsye që mos më dal në xhami. E katërta vëllezër është husulul adha bi matar. Kur bëj shija, ato shivi i madh. Çe ka bënë këtë meselë është shivi i madh, është i vogël, veç me shija ato në kjo arsye mos më dal. Se pejgamberi sa s'ka dalë, por nuk e ka caktuar shivi sa është i madh, është i vogël. Shi. Mirë po, më sigurt është
Kur ka shivi, kur është i madh edhe mund për shembull, sikur se këtë ka përmendur, wahal është kur ka llaç, wa thalj, kur ka borr, wa jalid është domethënë kur ka akull. Përpara vëllazër, ju se dhe këto marrë vjetër e kanë mërija, ka pas shumë para 30 vjetëve, kur ka ra borë, ka pas shumë akull, me muj, 2 muj, 3 muj shkupi, 3 muj, ki ka pas këtë akull, edhe plesht, ato nuk i dishin këtë mesela, dishin gjami e i theshin komët dhe kratë, tu hesë, rëshishin e për akull, edhe i theshin, aji, plakë vëlla, e di se, a ka thire zoni, e ke pa plesht, këtë plesht në gjami i shkojnë, edhe tu shku shpesh, kemi pa dhe nga për lajme, të kanë lemru për para, sa s'ka ma kësi, se nuk kemi dimër ftoft. E kanë thi kamët, e kur ka akull, nëse friksoh, ose mu shmërshita, pra e kja është arsyshme, mos me dalë, se ki vazhim me dalë pra në gjami. Au rihun baridun shedidin, ose është ere e fort, shtot, edhe është një natë e ere, thot, Aleikum salam, atë dhe më thonë, se kemi obligim me do në gjami. Kale Resulullah, li hadith ibn Amr, radiallahu anhu, kale, kanë Resulullah, ya'muru al-mu'adhin, idha kanat lejtën baride, dhate matar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhnu muezzinin, kur ka qenë një natë, e ftoft me shi. I ka thonë, ela sallu fi rihalikum. Faluni në për shtëpijat e juaj. Muezzinit ka thonë, hayal as-salah, po muezzinit ka thonë, sallu fi rihalikum, faluni në për shtëpijat, apo sallu fi bujutikum, faluni në për shtëpijat e juaj. Më thonë, këtë e bona imami, mirë po edhe kur është shia, edhe vetë mund është, kur është shia, kur i qëto, më thonë që ka këto dukurit natyrore që janë për shembull shivi, më thonë shumët edhe ftofti i akulli, atëherë se ki obligim pra me dalë xhami. E pesa dhe zërë është husul il meshaka bil tawil il imam. Bil tatwil il imam. Pra nëse dëni prej imamave, e zgjat namazin. E zgjat shumë a këtho. Edhe ti do me shkuj për shëjatësin, shumë e zgjat te për a atëherë, dhe më thonë, mund është më shku të e gjamia, ma këtu është asë se ki e qera gjamia, Muadhi ibn Jabeli u ka falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka shkuja ka falë me një xhami të malla vete, më thonë të lagja vete ka falë namazin. Ka pasur dëshirë më falë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Djerë ka falë namazin. Kjo lejohet, apo? Ama njëna e konsiderohet nafile, njëna obligimin e kryen. Ama ka thosh edhe falë pas pejgamberit, ka qenë kënaqësi më falë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sigur se shtash se vjen të një recitues për jashtë, kët sigur se erdh para sa ke. Kush ka? Mahir Khalifa. Edhe ka dashur edhe mas pejgamberit edhe këtë lagja vetë nuk ka falë. Ama e ka zgjat shumë. Sigur se pas çfarë dashurie, sa shumë në zemër e kanë pas Kur'anin, subhanallahu. Allah lem se e ka zgatur. Derisa njëri prej sahabëve, njëri prej ka dalë për namaz, ka shkuar te shtëpia. Edhe ka shkuar te pejgamberi sa më kanë ku ka dalë. Ja Resulullah thot, Muadhi ibn Jabel do shumë e zgat namazin. Pejgamberi se ka çortuar këtë. Si ka thonë se ka dalë për namazin. E ka thirr Muadhi ibn Jabel, i ka thonë, e fettanun ente ja Muadh, a fitnegjie e ti o Muadh, i ka thonë. Pse për isprovë njerëz, pse ishte isprovë njerëz, pse falë ka? Trari ka thonë, e fettanun ente Muadh, ka ngushtu shumë, ka ullë krina. Ka thonë pasaj, ku që falish njerëzive namazin, falja thot lezeja suratul u shamsu duha, po, u lejli, edhe një ka përmente. Mund tre surë të shkurta shkanë u shamsu duha, u lejli, edhe sebe ismin. Edhe sebe ismin rabbikal a'la. Ka thonë, falja këto surë të shkurta, sepse në mesin e tyre ka thonë ka daif, i dopt apëta. Plesht apëton, edhe së në majnë edhe urinë apëton. Ka thonë, mesin e tyre ka të, më thonë, smut, ka dhul haqe, ka në dukesh nevoj, apëton. Pra dhe thotë, falja shkurt. E djetarët e ka përmet, edhe këtë arsye dhe më thonë, nëse dikush e falë shumë gata apëton namazën, se ki obligim, si pas kësi argumentet, se ki obligim me dalë në xhami. Pra hadithi është sahih el-Muslim, pra hadithi i Muadh ibn Jabelit. E gjashtë adetër është khaut fawat ar-rifqa fi safar. Nëse jep pra në udhtim, ose do me udhtua, edhe ki frikë se mund me të hikë shoqëria apo autobusi,
atëherë se ki obligim me dalë. Po shkon me shoshnin, se ti kemi me shku në xhami, kemi pas mendjen gjithmonë a shkun, edhe si i koncentruar, më thonë. Kjo është shkaku, kjo është sebebi, se, më thonë, nëse jemi në shoshni apo rrugës, edhe thirr i kabeti, atëherë, edhe pse në rrugë, Ibn Uthaymin ka këtë mendim. Ibn Uthaymin ka mendim edhe nëse në rrugë, edhe nëse i udhëtar, nëse ki xhamin afër e ki vajib, thotë Ibn Uthaymin me shkuë xhami. Edhe pse rruga, Allahu ala mendimi më i saktë është që mosh edhe mos më shkuë, se i Allahu pasi të ka dhënë lehtësim, mirë po Ibn Uthaymin thotë ki vajib se e bën argument kush e dëgjon ezanin dhe nuk përgjigjet nuk ka namaz. E sa është jetë duke udhëtuar, autobusi është, thirr ezani, thirr kametit, për shkak se ke frikë mos të bëhet fik autobusi, shkon e fal vet, edhe shkon. Në kjo është një prej arsyeve që mos më dalë, xhami. E shtata është el-khawf min maut qaribihi wa huwa ghayr hadir ma'hu. E ke një prezent për shembull një smut, edhe është babaki është momentin e vdekjes. Edhe thirr ezani, ai ka nevojë për ti, me shërbi, ato të një ujë, diçka, apo ka mundësi, në momentin e fundit, ki frikë se mos po vdes, mi a thonë shahadetin. Edhe kjo është një prej arsyeve, pra mos me dalë në xhami. Nëse është një momentin e vdekjes, thirr ezanin, atëherë këtë kanë përmendur dietarët, që mos me dalë në xhami, s'është patjetër, s'është vazhdim me dalë në xhami. E teta është një prej gjërave që kanë përmendur është interesant, mulazamat gharimin lahu wala shay ma'ahu yaqdihi. Pra, nëse borxhlia e ke lënë takimin me ta kthy borxhin, edhe është vakti namazit, edhe ti ke dalë, e ke lënë bakin në çat kohë, bakin se ke kurdis çashtu, ama çashtu ka ndodhur. Edhe thirr ezani, shtash me shkon në xhami apo me pritat borxhlinë se ka mundësi me të hik, si e parët. Edhe 3 mendja aty, shkon në xhami 3 mendja, ku shkoj ke ku hupi, e kanë thonë dietarët, pritet borxhlinë që mos shkon në xhami si koncentrum, shkon namaz, ku më shkoj, pa ai shetoni çat punë ka. Sidomos si ka dhënë pejgamberi, kur thirr ezani, shejtani apo hik. Kur nalët e zoni vjen shetani, kur thiri kameti shetani hik. Kur nalët e kameti prapë shetani thot vjen namaz e thot kujtojat kujteket. Ti për shembull pa pasur një obligim, shetani thot kujtojat ta vjedh, është hajtut i namaz, ta vjedh namaz apo. E sidomos kur ta kesh një borxhli apo si ka von porët moti, edhe ti domethënë e pret. Kët s'kemë koli koncentruar. Prandaj kanë thonë dietarët më mirë pritet borxhlin, ja merr borxhin, se ke obligim me shkuë në xhami. Këto janë vëllezër 8 arsye domethënë që besimtari nuk e ka obligim me shku në xhami, duke ashtu edhe asaj kemi përmend se të jetë ezani jo me autoparlant, po ose me zërim, me këto shka në xham, po të jetë ezani normal. Aq sa dëgjohet ezani, ato shtëpia sa dëgjojnë ezanin me ezan normal, e kanë vajib me shku në xhami ato. Kurse dikush ka është më larg për shembull, se ka vajib, ai ka atë, ka mustahab, ka me shkuë në xhami. Bismillah. Meselja tjetër, vëllezër, përsëritja e xhamatit në një xhami. A lejohet të falen di xhamate me një xhami? Kanë thonë dietarët, lejohet mu bo di xhamate në një xhami, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, salatu ar-rajul ma'a ar-rajul azka min salatihi wahdahu. Do thonë namazi i njeriu me një njeri tjetër është më i vlefshëm edhe më i mirë se sa mu falen vet. Pejgamberi asem kur ka ardhur njëri prej mos ju ka fal namazi, ka ardhur njëri prej sahabëve, ka nisur mu fal namaz. Pejgamberi asem i ka thonë sahabëve, men yatasaddaq ala hadha falyusalli ma'hu. Kush ka më dhënë sadaka këtij apo ne lidhet me këtë. Ai ka fal veç farzën. Me po këtij është si konsiderohet nafile.
Thot kush don mi dhon sadaka këtij personit, ai kanë të fal, e fiton një sevape. Nëse dikush i bashkangjitet, i fiton 27 sevape. Sheh pejgamberi sa kanë kujdesëm që shokët e pejgamberit domethënë të fitojnë më shumë sevape. Ka thënë kush ka mi dhon sadaka këtij vllavit musliman, edhe shkon njëri i bashkangjitet ata. Hadithi domethënë është në Tirmidhi, Hasan Sahihul Albani. Gjithashtu thotë nëse është xhamia afton, kjo bëhet fjalë nëse është xhamia për shembull treg apo është xhamia me një rrugë afton, lejohet dy xhamate më fal afton. Mirë po thot, nëse është një xhamie afton, edhe falen gjithmonë dy xhamate, kjo nuk lejohet. Në xhami gjithmonë dy xhamate. Pse s'lejohet? Në shaka thotë nuk është batil namazi aty që ka falë për tjetër, më thon dy xhamate, ka falë për shkak me një herë është falën xhamate, imam e xhamate, prapë me shkuën me bëhet xhamatin e dytë, pse ti pastaj kimë thon haj se është xhamati i dytë afton, ka me shkuën xhamatin e dytë. Edhe pastaj njeriu nuk falet në kohën e vet. Prandaj, nëse e ka një xhami, tradit mi fal ka dy xhamate, pra kjo nuk lejohet. Bile Abdullah Mesudi ka pas mendimin se nuk lejohet më fal dy xhamate. Ka ardhur Abdullah Mesudi njëherë pasi është falën sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka pa janë fal, i ka marrë do vllazni, do sahabët kanë hajë shumë të shtëpia janë falën me xhamat. Se kanë falë në xhami. Se ka pas mendimin se nuk lejohet më bë dy xhamate me një xhami. Më bë dy xhamate me një xhami. Edhe arsyet i kanë përmend, për shembull, bëhet njëri dembel aftën. Ti e di për shembull se është një xhamat i dytë, aftën ai se ka më shkuën në xhamatin e dytë aftën. E treta, arsyeja tjetër aftën është pejgamberi se kanë bë, sahabët se kanë bë këtë aftën. Se kanë bë dy xhamate me një namaz. Edhe وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أولها. Edhe kjo është nxit që me vanu namazin prej kohës. Ai sa është namazi xhamatin ka më fal, shkojnë në xhamatin e parë. A çka është shpërblimi më i madh? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pyetën cila është vepra më e dashur tek Allahu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Namazi në kohë. Vepra më e dashur tek Allahu azza wa jall është me fal pra namazin në kohë. Edhe meselja e fundit, vëllazër, hukmu salati idha uqimat al-maktuba, nëse thirr ikameti, a lejohet me falën sunetës? Të gjithë dietarët kanë thënë se nëse s'ka nis ikameti afton, edhe ti e ke nis sunet mi fal afton, edhe e ke falën një recate, e ke falën një recate, pra lejohet me vazhdu e rëshatën e ditë edhe nëse ka thirrën ikameti. Ama nëse ka thirrë ikameti, edhe është ti do me falën sunet, nuk lejohet. Pra thirrë ikameti, Allah të thirrë ikameti, ti me do me falë sunet, nuk lejohet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha uqimet as-salata, fala salata illa al-maktuba. Kur thirrë ikameti, nuk ka namaz tjetër përveç se namazën fars. Pra, të thirrë ikameti me dash me falë sunet, nuk lejohet. Ka thonë të gjithë dietarë. Mirë po, nëse e ke filluar sunetin me fal, edhe në recatin e disa kanë thonë se dy recate mund mi fal pak më shpejt, mirë po si i koncentruam aft. Ama nëse një recat e të fal aftën, edhe thirrë ikameti, atëherë vazhdon edhe një recat, e fal pak më thonë më shpejt, mundesh me thonë në ruku është një herë subhana rabbiyal azim sa me kri vajibin, sepse 3 herë me thonë subhana rabbiyal azim është sunet, apo edhe 3 herë me thonë subhana rabbiyal ala është sunet. Mundesh me thonë pak që me fal, që mos me prish namazin, se Allahu thonë wala tubtilu a'malakum. Mos i çoni huç namazet e juaja, mos i shkatroni namaz. Ke filluar një namaz, ibn Shekita thotë zban, më thonë vazhdoj thotë. Se ti për shembull nëse jep selam e ke lënë xhims namazin atë. Edhe do të vazhdo namazin, edhe më thonë pastaj lidhesh në fars. Ama ikameti thirr. Ti afton me u fal sunet, sikur se do të shohim afton. Thirr ikameti u ka lidh, Allahu Akbar, i fal sunet, që nuk lejohet, bjen kundërshtim me fjalën e pejgamberit alayhis salam, ku thot idha uqimet as-salat fala salata illa al-maktuba. Kur thirr ikameti nuk ka namaz përveç se namazin fars. Pastaj inshallah në dersin e ardhshëm inshallah kena me folë se kush domethënë e ka të drejtë më bë imam,
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.